pjesën kryesore, zgjedhjet e pjesshme më 9 nëntor, por me fokus Tiranën, edhe pse jo më 9 nëntor, presim një datë tashmë do të flas gjykata kushtetuese lidhur fillimisht me shkarkimin ose jo të Erion Veliajt ndërmarrë nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, por me vulën e fundit nga kryeministri Rama, Këshilli i Ministrave. Do ta nis fillimisht me Dash Sulën, sepse ka bërë një kritik kur doli kandidatura e opozitës, por nga radhët, po themi kështu, përtej partisë, e Flor Binajt, aktorit të mirënjohur, që kjo tregon mungesë burimesh njerëzore në Partinë Demokratike. Se zoti Sula, keni ju për shembull një emër konkret, potencial nga radhët e Partisë Demokratike, për shembull që... Tani, opozita është një kryq, këtë dihet. Nuk më bëjmë analizën pse qysh tek prej vitesh, dhe mos përdor temin në depresion. Është depresion, sepse po të shkosh resursët dhe figurave, po vinë çdo ditë të kurrën dhe po ngelen një gush shumë i vogël që kontrollon totalisht opozitën. Nuk kam asgjë më personale me Sali Berishën, po asgjë. Biles kam qenë njeriu të cilët e kam mbështet, kam sakrifikuar në periudhë mazhorance, shumë gjëra tjera, nuk më hyj këtyre gjërave. Por unë vetë, si pjesë e opozitës që kam qenë për kaq vite, 20 vite në PD-ja, nuk ma lejon morali im, integriteti im, që figurat të saktuar që kanë në nivelin mesatar të inteligjencës dhe të besimit të demokratëve apo të aktivitetet e tyre të jenë figura të larta të drejtojnë opozitën. Pse them këtë? Por ç'është politika? Politika është imazhi që ke si individ politik dhe si forcë politike dhe mesazhin që ka për cilë si individ edhe si forcë politike. Nëse keti një imazh të figurave të rënuara, të konsumuara, jo të pastra, kuptohet pastaj që edhe vota qytetare pastaj është më e vogël. Pavarësisht nuk heq asnjë pikë si presë problematikave të pushtetit se si mënyra se si ndikon tek vota. Por në momentin që ti si opozitë që ke vetëm një kartë, s'ka asnjë lloj pushteti, vetëm faqen moralitetit të pastër, që kur dash përpara qytetarëve thon zotëri, ky jam unë, ndryshe nga kundërshtari politik, ndryshe nga majoranca, të cilët mirë një figurë për te partisë. Po do dal aty. Jo, dakor. Po bëj analizën këtu një herë. Po, që jemi më konkret. Jo më konkret, po bëj analizën këtu sepse do të tani më shkurt, sepse pikërisht kjo lloj situate sjell dhe problematikën tjetër. Është pa imagjinueshme që Partia Demokratike mas 35 vitesh, të mos ketë asnjë kandidaturë dhe të thotë që unë nuk do marr pjesë në këto zgjedhje, po të përka figura të pavarura. Një forcë politike që nësishme, ekzistencën e saj ka për të fituar zgjedhje. Ai është momenti çasti që tregon që kjo forcë politike është në politikë për gjatë 4 viteve për pushtetin lokal apo pushtetin parlamentar për të punë. Dakor. Tani. Të imponon vendimarrje. Ja pra, vendimarrja është për shkak të status quo-s, të cilët do duhet të kenë lider të Partisë Demokratike qoftë nga zoti Berisha. Okej. Pikërisht. Tani pse unë ti ose bindja ime ka qenë ky, i vetmi njeri me që thuhet, pretendohet, perceptohet dhe gjithçka, që njeriu që ka më shumë vota brenda Partisë Demokratike është Sali Berisha. Po, është e vërtetë. Pse mos ishte Sali Berisha, njeriu i cili të ngjallte. Ti po bën ironi me? Jo, absolutisht. Mirë, ka ironi po të beton absolutisht. Po fare më fare. Po fare. Po të beton fare. Pse? Edi Rama 2007, ai sekretari i opozitës, po. Kandidoi. Përballë mos gaboj kush ishte në 2007, çka do dashin deri. Në 2011 a kandidoi, ishte kandidat për kryeministër për 2013 dhe kandidoi prapë në 2011. Kandidat për kryeministër në 2009, kandidoi në 2007. Por gjithsesi, sot për të ngjallur shpresë, do të ishte kryetari i opozitës. Megjithatë e lëm këtë gjë. Okej, tani vjen rasti i figurës zotit Bina, s'kam asgjë personale me atë. Uroj që të fitoj, uroj të triumfoj, por ama nëse triumfon, fiton Florian Bina, atëherë Sali Berisha, bashkë me Flamur Nokën, Elbana Vogël tjetër, të nesër do të lënë selinë e Partisë Demokratike. Po nëse nuk fiton? Pastaj do dali gocë, thonë ja, shikoni ju që edhe ju se mundi dot për të dyja do. Për të dyja, patjetër. Jo për të dyja. Unë uroj të fitoj. Do të keq janë të dyja. Jo, nuk janë keq, janë mirë. Po të fitoj do të thotë që prit pra, modeli jot është model dështuar, që vazhdon të jesh në krye të opozitës ama pego, që do të thotë pra që u fitoka, lutem, u fitoka, që do të thotë pra korrigjova pra me figura të mira të pastra ndershme, si qytetarët vinë votojnë pra.
një figurë tjetër që do të thotë je kalcifikuar figurat të konsumuara brenda opozitës, që rrin aty, e mbajnë peng opozitën. Kjo është qasja. Do t'ikin nesër. Eksperiment komik ka shumë që e quajnë këtë kandidaturë. Bled. Çfarë mendimi ke ti? Unë nuk pres që propaganda e mazhorancës të vlerësohet për të japi kredite. Sepse sigurisht që kur Flor Binaj duhet të performojë në krahët e Edi Ramës, kur ai ishte në kohë fushate, Flor Binaj është një aktor i talentuar dhe që i bën derë. Dhe kur ai vendos të dalë përballë Edi Ramës, pastaj është një aktor komik. Thjesht për të bërë një ndarje të asaj që është hipokrizia. Ajo është zhanri që ndjek ai, është zhanri që ndjek normal. Mund të ishte një aktor teatri apo filmi. Zoti Binaj ka qenë është saç deri ka bë kaza. Diferenca që është me Zoti Binaj dhe pjesë tjetër është që Zoti Binaj ka përdorur know-how-n e tij dhe gjithë famën e tij po duash edhe për kauza sociale. Dhe kjo për mua i bën derë se di pse, sepse janë të paktë aktorë, shumë të paktë, të cilët edhe pse të angazhuar në televizione të caktuara, sërish kanë dalë dhe kanë përqafuar, si më thënë, interesin publik. Dhe Zoti Binaj ka qenë një ndër më të zëshme, sigurisht rasti i protestës, sidomos për çmimin e naftës. Po, ka dalë disa herë për të. Ka dalë disa herë dhe ka bërë protestën. Pra, tregon që zotëria nuk është thjesht një aktor, që është një profesion shumë i nderuar, por është edhe një njeri që ka qasje me sociale, ka qasje me qytetarin. Sidomos në një kohë kur ne pam, sidomos në këto kohë kur shumë artistë me valencët e tyre, me audiencën e tyre, e çuan dhe e shitën, si me thënë, këtë famën e tyre tek pushteti, dhe që vazhdojnë të bëjnë dhe sot e gjithë ditën. Ky zotëria nga ana tjetër, kush si e kishte më thjesht Flor Binaj? Kërkonte një aset, një nder ke Edi Rama, ke Erion Veliaj, apo ke pjesë e pushtetit, kush do t'i thoshte jo Flor Binaj? Kush nuk do ta merrte ta kishte një aset në krah? A nuk do ishte më lehtë për zotin Binaj të ishte në krah të pushtetit, se sa në krah të opozitës? Kaq duhet kuptojnë qytetarët shqiptarë. Nuk ka lidhje me Flor Binaj kjo histori. Bile a di pse? Nuk shihet. Sepse nuk ka ardhur kandidatura si shkak të një procesi të primarët brenda një force politike që është Partia Demokratike. Ka ardhur dhe bravo i qoftë që ai ka marrë iniciativë për të dalë për të kandiduar dhe që t'i dalë i ballë dhe të sakrifikojë si individ, fytyrën e tij dhe gjithçka tjetër. Problemi është opozita, sepse ti si opozit thua është i pavarur, por nuk është i opozitës dhe ne do ta mbështesim në një kohë që për të jesh kandidat i pavarur në Mosgabë duhet rreth 8000 sa vota një herë për shkak të numrit të pjesëmarrësve të zgjedhjeve që do të mbledhë firma një herë. Po i mbledh ai firmat, se ai karriera e tij për shembull, ai mbledhi kaq firma qytetar. Po ja pra ja. Besoj unë. Po më mirë, dakord, po proces. Kërko kohë. Mos harroj gjë tjetër. Komisionerët nuk legjitimohet që të ketë komisioner. Tash kush do japë komisionerët? Partia Demokratike jo. Fonde gjithçka, opozicioni nuk e pjesëmarrës në zgjedhje, nuk njihet si subjekt. Si do jetë fjalë, si do jetë emri, do jetë vetëm kandidat i pavarur filani. Pra, mos harrojmë pastaj që vendosja në funksion edhe të jetë vokalizëm të fortë, vokacion të fortë, gjithë strukturat. Pra janë pengesa tjera, pra janë pengesa tjera. Po nuk mund të ndodhi. Administratori i qytetit nuk është. Po është e vështirë politike këto. Po ti nuk mund të arrish dot. Një makineri siç ka PS-ja, matan, struktura të organizuar, një muaj sa më parë në pushtet e shumë gjëra tjera, të një individi të vetëm, i cili nuk ka as opozitën të fortë të plotë mbret. Në teorikisht, po në teorikisht, po jo ashtu siç duhet. Procesi që militantët janë të çuditshëm, mos harrojmë këtë pjesë. Në moment saktuara. Ka dhe shumë vështirë për të vënë mekanizmi i seksioneve, grup seksioneve, degëve për të funksionuar ashtu. Nuk them që s'do ta përkrajnë, po ka neglizhencë. Po do të them neglizhencë. Edhe kjo neglizhencë se zgjedhjet edhe për një vot për shtetin lokalikën e humbet. Nuk është në sistem tjetër. Që do të thotë, unë uroj të fitoj, por është e pamundur që Florian Binaj të fitojë. Po ndodhi, është mrekullia e mrekullive, që do të thotë përfundimisht opozita ka parë dritë në fund të tunelit dhe të fillojë ringritja e opozitës. Kjo është definicioni që unë kam. Kaq e pamundur është Bled
sa cilësohet mrekullia e mrekullive një fitore. Po s'është kalcifiku është kalcifiku situata, lere me kandidatin. Procesi, sistemi që tha pak deti më parë edhe për sistemi që ka problem tjetër. Sistemi. Opozita sa konsiderohet kaq mrekullit, pse? Bledi është një, po themi, më fal, mbështetës i djathtës. Por nuk është antar partie ose nuk është funksionar partie dhe një. Unë që kam qenë 20 vite aty brenda, vjen një moment kur kalcifikohet gjithçka brenda një force politike, bëhet e pamundur, krijon një imunitet të cilët të tjerë të trejet apo forcat e nuk deportojnë dot. Shiko tani se çfarë ndodhi ti. Edi Rama 2013 vendosi lista të fortë, njerëz të caktuar që interesonte të merrte pushtet në gjithë format. Në 2017 po gangster me njerëz të tjerë. Të lutem, jo do ta them. Jo, me gjurnalizën. Po me gjurnalizën ti. Në 2017 një gjë. Ne po flasim për partinë e Zotit Sula. Po, në 2021, Partia Demokratike kishte listën prapë më të mirë. Në 2013 listën më të mirë. Në 2017 listën më të mirë Partia Demokratike, në 2021 listën më të mirë Partia Demokratike. Çuditërisht në 2025-ën bën regres Partia Demokratike. Nuk është e vuni as gangstera, nuk po themi as trafikant, as kriminal. Por riktheu figura tjetra, njerëz të cilët nuk kanë votë, prishi sistemin e garës. Dhe duke prish sistemin e garës, një pjesë aty nuk marrin dot votët e familjes, motor. Babës, nonës, gjajës, hallës vetë, se janë arrogant, në ç'kuptim. Që fiki telefoni, i fusi pushime, i sa ne këtej, i bin qyrit. Kjo problematika, ti je politikan, do të jesh non stop 24 orë. Telefoni pa fikur, telefoni që të hapën çdo sekond, do të komunikojë qytetarët. Nga 11 maj, mi gjeti një moment të opozitën që dalë në terren me seksione, me grup seksione, po bën 8 muaj iku. Po majoranca çe bën, mirë keqë, propagandë. Jo po kjo, jo po ajo, del në zero. Çfarë do ti kthe figurat të cilët nuk i donin qytetarët. 2021 ishte një njësi mace për gjithë neve politikanët që ishin. Sa vota kishin e personalizuara, sa na doshin demokratët, sa na doshin qytetarët. Drejtues lart, Partia Demokratike, flamur noka me 2000 vota. Po kjo turp. Sekretari i përgjithshëm. Flamur, po jo, bana vokshim me 1000 vota, me 600 vota. Po turp, pa bogar kurrë herë. Po 20 vjet kryetare gruaje. Apo kryetari i grupit po tjetër me 2000 vota, me 3000 vota. Unë, apo Luciano Boçi, për shembull, apo tjerë, për shembull, me 10000 vota, me 12000 vota, nuk kish asnjë funksion partie. Po ku është tash Merita? A ka më mirë se të voton qytetari, demokrati, poshtë. Aty. Unë 10 fish, kam 5 fishe në votë, 8 fishe në votë, ti si ke. Edhe Donald Trumpin të sjellë opozita për kandidaturë. Jo. Dashur Sula nuk do ta. Jo, motor. Nëse opozita do hyjë një proces rikompozimi total nga seksionet, grup seksionet, degët dhe që pat një çast historik që kam thënë Zoti Berisha 30 prillit 2022, kur mbas 6 marsit 2022, që ishim ne, që kemi bë sherr me Lulzim Bashi të jetë dorëgjë dhe me përgjithësia jonë dhe pikërisht u bë për këtë punë për të kuptuar bashkimin. Nuk ndodhi. Çfarë ndodhi mbas? Ndodhi kjo që seksionet, ishte seksione nga 15 veta, 20 veta, përfunduan me 5 ose hiç u shkrin, se i qifshin si kundërshtar të tjerat. Grup seksionet, degët, kryetarët e degëve, seksionet. Kjo është problematika. Tjetër gjë, nuk e kam problem personal, të betohem absolutisht. Zoti Berisha tha, nuk e zgjedh antar, kryetari më, zgjedh antari. Bën primaret. Po i fitoj blet koka. Ore do imër demokrati, sa i të punoj, nuk punon vetëm blet koka më. Jo, kryetar. Jo, nuk është personale, jo për mua, lene më dashin, lene, tjerë. E kuptoj. Edhe e fundit kaq. Çfarë treguan listat e mbyllura, listat e hapura? Treguan që në Tiranë, po marqarku i Tiranës, të Elbasanit dhe Durrësit. 151.500 vota që në gjithë qarku i Tiranës i mori opozita. Nga këto 136.400 i mori lista hapur. 14.100 mori Sali Berisha që i ka vetëm votat dhe gjithë tjerët as i vot, mbrana logo sigla e partisë të këto. Tjetër gjë, pse doli Durrësi 86 në rezultati i 2021? Po, kisha Olan Kalajn, kishe atë Arjan Dojnë, kishe Igli Carën, figurat të cilët sillnin vota. Pse? Që do të thotë që pavarësisht pushteti ishte më i dobët në Durrës, krimi ishte më i dobët në Durrës, para ishte më i dobët në Durrës se në Elbasan 14. E turpshme, s'kishte bë vakinë herë. Pse? Se bën një listë mizerabël, njerëz që nuk i doni, njerëz të cilët i kthyn në lista që ishin prezant demokratët se kishin qenë hajdut në parlamentin e përparshme. Ky është problemi që ka opozita më. Po them edhe për prap. Opozita ka vetëm një armë, moralitetin. Po si s'ke. Jo po, ti je më shumë hajdut, edhe unë jam më pak. Me që unë jam më pak do të fitoj unë. Nuk ka kështu politik. O je ose je.
Bled, kandidatura e Flor Binajt e rrit besimin tek opozita në këto momente apo e kundërta? Shiko, unë dëgjova me shumë vëmendje zotin Sula. Do të kemi parasysh gjëtim për pyetja a ka që pamundur fitoria e zotit Binaj dhe çfarë do thotë kjo për opozitën apo jo, mos gabojmë. Po sepse cilësoj mrekullia e mrekullive. Inshallah po. Mua nuk intereson fiton apo fiton opozita. Mua më intereson që opozita të jetë aty si alternativë. Si alternativë ndaj të keqes, si alternativë. Po s'është me kandidaturën e vet, po Sula. Pikërisht pra. Atëherë, po them çfarë presim nga opozita. Opozita i ka provuar në këto vite ka provuar gjitha. Do të kemi parasysh që kjo është hera e parë që në Tiranë bëhen zgjedhje të pjesshme, nuk ka ndodhur. Ka ndodhur në zonat ndryshme, Durrës, Fier, Kudgjon, ka pasur raste. Tirana është hera e parë në 32 vite në cilën zhvillohen zgjedhje të pjesshme. Ka një definicion pa shkruar, por që e njohim gjithë, që zakonisht zgjedhjet e pjesshme fitohen nga pushteti. Po. Pra cili do qofte. Po, e vërtetë është kjo. E vetme gjë që Partia Demokratike mund të bënte dhe opozita mund të bënin në këto kushte është të testonin ose siç e shohun, të provonin një qasje tjetër me elektorat, një qasje që ka kohë që i kërkohet opozitës. Pra njerëz që jo domosdoshmërisht janë politik, sepse njerëzit Do ta shpjegoj që 11 maj miku im. Mos kthete figura galloshe të vjetra. Që nuk i donin. Demokratët, si votojnë demokratë, mo jo qytetarët e thjeshtë. Ti do bësh karashtisje, si themi në gjuhë popullore. Unë s'kam asnjë kundërshtim. Kjo është problemi. Unë s'kam asnjë kundërshtim me lupën që ti përdor me partinë cilën edhe e ke. Por mekanizmi më i fortë, makineria o partia. Në aty fillon gjithë, po si e parti e përgatitur psikologjikisht e fortë dhe fizikisht nuk fiton dot. Unë po them dhe herë, unë nuk kam asnjë shqetësim, biles unë bie jam plotësisht dakord me atë që thua ti dhe mos më thon që ti e di që unë kam më tepër. Vetëm unë prap ne nuk do të jemi shtojse për majorancë, se hajt bëjmë zgjedhje, ato fitojnë rri. Shkon. Unë prap sërish jam që opozita sot ka nevojë që këtë lloj lupe që i vendoset vetes saj, fakt ta mbajë kjo qeveria. Sepse unë mendoj që s'ka pasur qeveri më shkatrimtare dhe më problematike se kjo që ne kemi sot. Sot po shikoja për shembull zotin Rama në një forum që ishte në Londër. Ky njeriu që i ka hikur 40% e popullsisë i jepte mend britanikëve sepse ata vendosen të dilnin nga Bashkimi Evropian. Ky njeriu që është kryeministri i një vendi që kanë ikur 40% e popullsisë dhe ja plasi ajo moderatorja që po menaxhonte panelin i tha o zotri, po ti ke 40% kanë ikur populli. O tha po, ky ishte krenar se ndërkohë që hecën në rrugët e Londrës, një nga oficerët e policisë sigurisht kishte qenë shqiptar, kamarierë kishte qenë shqiptar dhe ata që po ndërtonin ishin sipër skelave, po punonin aty ishin shqiptar. Pra ky krenohej para tyre që populli im dhe mbas 3 mandatesh të super qeverisë time është emigrant në Angli. Dhe thej quante si një nder që i kishte bërë ky britanikëve. Pra pacipsi më të madhe, me kafshërim më të madhe dhe mungesë serioziteti dhe pandjeshmërie në raport me popullin se sa kaq, unë nuk mendoj që ky popull ka pas ndonjëherë. Enver Hoxha më katilave nuk ja ka bërë vendit të që i ka bërë Rama. Pra, nëse Enver Hoxha i mbante me zor, ky po i përzej me zor. Po unë realisht më mirë ta mbash me zor një popull të rrike vendi vet, se sa ta përzesh me zor, sepse kur e përzë këtu shpërbëhet kombi. Ne po flasim këtu për shpërbërjen e kombit. Blet. Dhe na del që një sekondë ta mbaroj. Dhe këtu na del që problemet e opozitës që nga më të rëndësishme shpërbërja e kombit, jo. Qofse këtu kemi problem me opozitën, atëherë unë mendoj që le të prodhojë një opozitë tjetër. Ata që nuk e duan këtë opozitë le të prodhojnë një tjetër, unë ku ta gjej që ta prodhoj. Ja, tash e thotë kjo faturohet. Ja, një minutë. Ne demokraci. Nuk besoj që dash. Dash, e thua ti këtë. Me kujdes. Tani, mendoj që po tha në demokraci ka vetëm këtë sistem që opozitë majorancë. Po, në demokraci po. Një minutë pra një minutë. Dakord. Të vazhdoj arsyetimin. Me që ne jemi regjim dhe nuk fitohet me votë, nuk fitohet me mjete demokratike, me zgjedhje, atëherë opozita ka vetëm një rrugë. Mjete ekstraligjore, greva, protesta, mos vini civile e shumë më shumë. Të mbarojmë. Ti ke qenë pjesë e tyre. Çfarë ka prodhuar? Po na bida pa deri këtu ikti prap thoshte. Ikti. Nuk bëhet kështu. Qofse thuaj je regjim, je narkoshtet. Fali për gjuhën, prit aty, mos bindje. Dormo aty. Nuk pellen dot njerëz. Nuk i vin dot njerëz mbrapa më. Se kanë kuptuar.
Momenti që Kunati Dastulës, Çuni Dastulës, Goca, Llaj, Kunati, Krushku, Deje, marrin tendra, ndërtojnë kulla, marrin parqe voltaike, bëjnë shumë biznese të tjera. Ç'është të besoj ti? Ç'është të besoj më sotë? Ç'është të besoj atje, ç'është të besoj? A di ç'a bëjnë kur shkojnë zgjedhje? Jam thonë, gjej një grua, një burr, një biznesmen që drejtoj gishtin, jo të më provoj, që unë kam marrë një lek, unë ik. Më akuzoj kam, më akuzoj. Kjo është morali. Vetëm kështu fitoha. Se ika unë, në 2017 nuk isha unë. I thash Lulzim Bashkë atëherë, provoje. E gjeta Beqinin me 2500 vota, e çova 7500. E gjeta Beqin me 1700 vota, e çova 5500. Edhe dhe ne arritëm nga 4 deputet që ishin vajtëm me 8-6 atje. Edhe arritëm rezultat. Që shumë afër të marrë pushtetin. Po humbëm pushtetin 2021 për shkak të budallikut politik kryetarit Lulzim Basha dhe të gjithë drejtuesve të tjerë përfshirë zotin Berisha me një çmenduri kolektiv, me ekzekutiv kolektiv që dogjën mandatet, do të shumë 5 herë kushtetuta, 5 herë kodit zgjedhor, u prishën edhe pjesëmarrja zgjedhjeve vendore dhe u ndan për 35000 vota. E pra tash këto edhe të them tani që e ka fajin ai, por Edi Rama nuk lindi diktator, lutem. Nuk lindi sot. Regjimi nuk ndërtu sot. Regjimi ndërtu ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaji, vit pas viti për shkak të paaftësisë dhe të bashkëpunimit të opozitës. Sepse kjo ka filluar në 21 prill 2009-s. Jam njeriu që sot ka votuar kundër atë kohë. Dhe i kam thonë, e djata dhe partitë politike fiton vetëm me figura të forta politike. Pse ne fitonin komunat, nuk fitoshin bashkitë. Fitoshin numrin më komunat, sepse fitoshin figura politike. Ndërsa ne i dha mundësi që sigla PS-s 80 vjeçare me një siglë 30 sa vjeçare që jemi ne, më e dobët. Në një kohë që tani nuk merr pjesë reformën territoriale, nuk merr pjesë tu, nuk merr pjesë tu, nuk bën marrëveshje, bashkon votet, martohesh, bën amnistim penale, amnistim fiskale, a që të do të thosh ti, ndryshon kodin zgjedhor si e do ti dhe si e do majoranca. Çfarë kjo është shitje? Ç'është shitje, kjo shitje? Përmbetur te gara e Tiranës, që ende s'ka datë. Kandidatura, se jemi fokusuar te kandidatura e Flor Binajt për shumë arsye faktikisht, se nga PS dihej që prej fillimit, por është cilësuar si surprizë kjo për te partisë nga radhët e opozitës. Tani, Bled, pse Flor Binaj ka deklaruar është distancuar në kohë reale që të rreshtohet krah partive opozitare që e mbështesin në bërjen e fushatës për Tiranë. Edhe s'dua Sali Berisha fushat. Mirë, jo vetëm Sali Berisha. Po s'e kuptoj. Askënd, jam i pavarur, më mbështesin, i falenderoj, po nuk do rreshtohem fizikisht me ta në Ku ti çu fitosh? Që të dalin ato mitingjet klasike, për shembull krerëve të partive kryesore të opozitës. Si është këtë distancim të tij, këtë qëndrim, këtë qasje të tillë? Nuk është një distancim, nuk besoj që ka një handicap, se në fund fare votat e opozitës përkon votat e Edi Ramës. Kupton? Nuk është se unë nuk e shoh problemin këtu. Këto janë teknikalitetet të panevojshme. Mua më intereson se si do performojnë në votë. Duket sikur ka turp të rreshtohet në sensin sikur e ka. Po sepse e kupton që jemi me zjebën e këtij. Sikur Edhe që i fikton. Domethënë pse? Pra. Se e di që ne i fikton. Mirë, se kjo është zgjedhje, po e këshilluar ndoshta, po se di. Sepse ai po mundohet të drejtohet një elektorati shumë më të gjerë se sa votat e opozitës. Një elektorati i cili, si më thënë, mund të prodhojë dhe duhet të prodhojë ndryshimin. Unë kam qenë ndër të parët që kam folur së pari për një bashkim të opozitës në votë, në koncept. Dhe bashkimi i opozitës si do duhet vinte? Para do të vinte nga një analizë elektorale që prodhoi 11 maj që është shumë interesante. Kam thënë disa herë, ne kam diskutuar edhe me Dashin. Të gjitha forcat politike, përfshirë edhe Lëvizjen Bashkë, prodhuan një diferencë në qarkun e Tiranës, jo në qytetin e Tiranës, e dini sa? 5900 vota, pra 6000 vota. Që praktikisht diferenca mes Partisë Socialiste nga njëra dhe gjithë forcave të tjera opozitare. Në terma ideal është kaq. Diferenca është 6000 vota. Pra, 11 maj që nuk prodhon dot një mandat që del thjesht barabartë mandatet. Jo, ka një gjë tjetër, është më e rëndësishme. Diferenca, po them, shumatorja e votave të Partisë Socialiste. Po përpikërisht në shumatorjen e partive opozitare edhe Lëvizjen Bashkë brenda ishte vetëm 6000 vota në qarkun e Tiranës. Dhe unë ula me lapsë me thash, ore, po sikur opozita edhe me Lëvizjen Bashkë brenda madje të bashkohen rreth një ideali për të kuptuar që nëse ne bëhemi bashkë edhe në një frym tjetër, atëherë Edi Rama mund të marrë një goditje në Tiranë dhe ky është moment shumë i mirë për ta bërë këtë. Është edhe sot e gjithë ditën. Dhe në vetëm mënyrë që forcat opozitare të mund të bashkoheshin
Po nuk bën sens më blet. Një sekond ta mbaroj. Nuk bashkohet fortë vizitare në mëmje kandidatë pa marrë veç. Po një sekond. Nuk vjen kështu. Sepse normalisht në një proces Se ti mirë ke po. në një proces negocimi, secili do të ketë përfaqësuesin e vet dhe nuk është se nuk pati kur u bën negociatë për këtë lloj tentative. Në bazë të analizës që kisha bërë për mënyrën se si mund bashkohej opozita, më rezulton që vetë në mënyrën se si mund kishte një kohezion të opozitës, qoftë edhe pa shumë nerv dash, është pikërisht përmes një kandidati të cili nuk është i askujt. Dhe po ta shikoni sot mirë keq me hipokrizi, pa hipokrizi, zoti Binaj ka bashkuar gjithë. Sot madje në takimin që zoti Binaj pati me koordinatorët e forcave politike, edhe ai që u përfol fort si kandidati potencial, që është zoti Ermel Hasimi. Po, ishte i pranishëm Ishte i pranishëm dhe mbështeti zotin Binaj. Pra, kjo mund të jetë hipokrite. Jo, s'është hipokrite. E di pse ndodhet blen? Por ama E di pse ndodh? është fakt. Jo, e di pse ndodh? Publika të hë. Se ne se bëjmë dot. As Sali Berisha, as PD, as njëri që t'i thërrisë të figura. Po ato kanë shpresën që inshallah o zot not mrekullia që të fitojë Florian Binaj, që tregojnë që ky është modeli, ikni ju. Nuk ora bie logjikisht që edhe ti duhet ta mbështesësh. Tani absolutisht s'po them jo, s'po them kët. Nuk po them kët. Nuk po them këtë. Unë po them këtë tani. Që do duhet, jo, do duhet kjo që të kishin bërë rregullimin vetë të gjithë forcë politike, që pastruar, rregulluar fort, fuqizoheshin fort dhe duke zgjeruar që zgjerosh me figura të tilla, Flori, tjetër, Mali, edhe pastrohet partia. Pastrohet nuk edhe ato vëllezërit tonë nuk do të ikin. Po dilë skaloni 2 të drejt, ke 3, ke 4. Mos dilë në bazë gjithmonë rri aty. Si hajdut. Ne kemi kurrist atë. Ja hajdut më vetë që vë gjoba këtu, vin atje. Kështu do të kuptojmë politikë. Tash këto duan. Hem hajdut, hem politikan, hem gangster, hem imoral, po gjithë zva. Dhe hiç dorë tash. Këtë çast ke zgjat. Parti ndërhyes dashit. Vazhdo. Se praktikisht po bjem dakord edhe duke mos qenë dakord, dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Po patjetër do ta bashkojmë pika. Pra ky është një hap i parë për testuar, dhe këtë e kam thënë shpesh, për testuar diçka ndryshe, edhe për të kuptuar, ndoshta vërtet njerëzit janë të etur të patën një politikan tipik ose një kandidaturë tipik atipike, tipike apolitike. Dhe le ta po sikur kjo gjë dështoj, për mua në këtë proces nuk mund të ketë asnjë dështim, as kandidatit jo, dhe aq më pak të opozitës. Ta thash, janë një proces zgjedhor i cili e ka efektin maksimumi në rast fitore, e ka efekt 1 vit e gjys. Ai zotëria dhe sikur fitoi s'ka për të do ta zgjodhë në nivel. Nuk ka rësi. Nivel komisioni. Jo, gabim është rreze drite që si ku do të orientohet opozita. Është shumë e fortë pastaj për Po pra. A ja vlen të bëjmë një test? A ja vlen të tentojmë të kuptojmë se çfarë kërkojnë qytetarët? Aq më tepër qytetarët e metropolit ndoshta nëse ky është një mekanizëm që prodhon i sukses edhe më shumë edhe në votë, po jo domosdoshmërisht fitore, pastaj fillojmë ta implementojmë pak nga pak do të shkojmë drejt asaj që thot Dashi që t'i afrohet politika qytetarëve dhe jo qytetarët në një anë dhe politika në anën tjetër. Pra nga ky proces, jo vetëm Partia Demokratike, por e gjithë opozita nuk mund dali asesi e humbur. Prandaj mua nuk më intereson shumë rezultati, më intereson qasja dhe mesazhi do vinë nga ky proces. Blet smërrijet, blet se nuk i rrihet. Mblon gjakun nga brenda për të. Jo, pse jo, sinqerisht e kam. Por miku im. Unë pos ndesh shtëpia ime. Flasim familja që është gjeneza ime, baba, nona, gjyshi, stërgjyshi, vllai, kunat e gjitha. S'do rruga, s'do fshati, s'do qyteti. Pse rrim valla? Pse duhet të jesh politik me zotëri? Kjo është pra, matshmëria dhe vlera e një politikani është vota. Vota për vota. Po marr, po votuar strukturat pastër neshë, do të thotë ke gjyshmëri, ke mbështetje do hecësh. Nga i vogla pjesë bëhet e madhja. Kurse ne bëjmë kundër më aty, figurat më të rryra orë dhe i vëjmë aty, orë me të shmend më kjo pjesë valla. Orë vlla për vlla ta kesh. Orë unë nuk isha punë valla. Që po zgjedh përshtet lokal. Që morë mos jep votën se të kesh vlla, po kemi kontakt. Po nuk e meriton me se është hajdut, nuk do të jetë ai. Jam shumë dakord. Se duhet bëjmë, por nuk bëre këtë, nuk rregullohet gjë ajo. Jam shumë dakord. Nuk rregullohet valla gjë. A mund të jetë shumë thonë që Partia Demokratike ka zgjedhur si kandidaturën e Binajt për të pasur gati alibin e humbjes, sepse me këtë ngre duart edhe thotë si ishte hyni. Mendoj që diçka e tillë partikulohet gjithandej në analizat. Partia Demokratike ka një alibi për mua fort besueshme, pavarësisht kritikave, të cilën unë e pranoj. Unë nuk bëj sikur si po në Shqipëri. Unë shkoj votoj çdo sa e ka zgjedhur, shkoj mand. Në parë se si ishte procesi aty. Elektricista, mësues,
njerëz që praktikisht administratës ishin patronazhistët e votës time. Vinte turp mua për ata, sa atyre se vinte turp nga vetja. Po mu vinte turp dhe mundoj t'i kuptoja se ata ishin njerëz që për shkak të mbajtjes vendit punës do të bëjnë atë proces. Pra që këtu kemi instaluar një regjim i cili kontrollon nga vota deri tek e gjithë procesi i jetës shqiptarëve, kjo është pak po e sigurt. Atë mirë ka dashur mrekullia mrekullive nëse ndodh pra. Tani ishte ta mbaroj dash. Po, ta mbaroj. Ai që po them unë është kjo. Që ne nëse nuk pranojmë se çfarë drejtje ka shku vendi, gjë më e thjeshtë pastaj është ti bësh, si më thën, gjyqin atij që i vodhen lopën. Edhe ai ndoshta mund të ketë faj që se mbrojti lopën. Po kur bandat që sulmojnë përballë ka ca banda dhe përballë është vetëm një individ, sigurisht që do fitojnë bandat. Nëse ne nuk bien dakord. Këtu vota blihet. Që këtu qytetarët intimidohen, që këtu personazhe banale i dalin me 30.000 vota, siç është rasti i Sara Miles në Elbasan dhe rasti i Arkend Ballës, që nuk i njeh as familja vet, me qira fjalë ke familja dash. Sigurisht që këtu ne nëse këto i pranojmë si gjëra që ndodhin, po pra fajin e ka flamuri me Albana. Ja, nuk është kështu. Ja do të them unë. Nuk na jep zgjidhje. Do ta them unë. Ka probleme Partia Demokratike? Patjetër. A duhet të distancohen zotrin që i foli Flamunoka? Më fal, zoti Dash Sula? Patjetër më le të distancohen. Problemi është që ja u demokratizua Partia Demokratike. Mendoni se me demokratizimin e Partisë Demokratike do rikthehet demokracia në Shqipëri? Jo, pra jo. Nuk është çështje këtu. Nëse ne nuk bëhemi bashkë kundër asaj që është e keqja e përbashkët dhe të gjithëve, që mundohet të korruptojë cilin do, dhe sidomos me fokus ke opozita për treguar që këta thjesht kanë pritur ofertën, thjesht kanë pasur ofertën se këta këtu janë, kjo është një gjë që na dëmton të gjithëve neve dhe që është rrezikshme, jo vetëm për ne, por është për gjithë shoqërinë. Nëse nuk kuptojmë premisat dhe rrezikun dhe dergjen ku ka përfunduar vendi, atëherë gjëja më e thjeshtë do të jetë si mund shpëtojmë? Kjo godin këtu nuk ka as gojë, as sy, as vesh, po gojen, syt, veshët, jetën ja jep një ju. Ja jepin ekipit të cilët bën emisionin. Dhe shpërndahet të gjithë qytetarët. Nuk ka. Loga dhe sigla e partisë është abstrakte. Është diçka që nuk flet. Vetëm thjesht lexohet. Por partinë e bëjnë njerëzit, frymorët. Po marr Kavaj, Rogozhin, Peqin, Belesh, që i njoft me majtë gishtave. E kemi fitu Kavajën. Nuk ishin bandat Kavaj, nuk ishte pushteti Kavaj, ishin. Fituam. Pse? Kishim një djalë mirë. Nuk pat konflikte, u bashku opozita, gjithë fituam. Rogozhin, humbur për 15 vota, u deformua rezultati, në mënyrë pa drejtë. Por ama erdhi rezultati i 15 vota, ta mori pushteti. Por ama gjithë qytetarët e tjerë janë të bindur që e fituar ti. Që do të thotë herën tjetër prapë po të ke figurë të mira se ai personazhi Çim Hoxha, ti prapë do ta rrezosh pushtetin. Edhe do ta marrësh, sepse njerëzit që ndërgjegjëson. Po kur vjen Peqin, që i thash Flamurnoka, do të Flamurnoka këtu. Dy raste që ishin, Peqinin dhe Beçin. Po fillon nga Beçi. Ka pasur debate, do vendosi këtë ka thënë se ishte njeriu Bashës, ai që vendon, dhe humbi pris 4 vota, ai 5 vota, sepse ishte burgu i Kosovës. Që fitohte pra, do vish një figurë tjetër që ishte mizerabile për këtë herë, humbi. Peqin mos e vinte zotëri, do vish Filanin, sepse për këtë arsye do fitojmë zgjedhje. Nuk e vun. Aty ku më pranuan kandidaturën time në 2023-shin, Belesh e rrezikova pushtetin për t'ia marrë. Pavarësisht që ma morën në mënyrë pa drejtë. Pra, që do të thotë njerëzit e mirë, të ndershëm me figura. Kjo është historia. Ë? Si ta morën? Me votën e burgut. Po nuk po them pra. Po dakord. Po çfarë flasë? Dgjoj, po dgjoj, ka dallim thelbësor. 4.000 diferenca me 15-20. Se do të thotë pra që ti s'ke njeriu e gabuar. Pa ty në refuzimit. Nëse është tek njerëzit, atëherë le të krahasojmë Florian Binaj me Ogerta Manastirlion. Kjo e dyta prej shumë vitesh tashmë politik. Do shumë, pa diskutim kjo. Por ama ti të lutem pra, po në gjë ti. Avantazhet, disavantazhet e gjithë. Pa diskutim, po duhet edhe partia, duhet edhe struktura, do të bësh një miks të gjithë gjërat që funksionojnë, që jemi të qartë tani. Por figura mbledh edhe në rastin e Flor Binaj, edhe po nuk fitoi. Edhe që unë them nuk fiton, po të ketë një rezultat më të mirë, se në 2023-shin prapë është një indicje tepër pozitive. Po thej njeriu. Po jam po dakord. Po jam pra Flor Binaj. Flor Binaj. Ja do ta them, Flor Binaj, nëse do vite si figurë, konsensuale brenda partisë, një procesi që fitonte ose një Flor tjetër që shkruan atje.
duke pas parasysh një parti të shëruar nga smundja, nga zgjebja, nga problemat që ka brenda, një parti të mirë, të fortë, dhe figura bëhen bashkë në triumfon. Pa kjo është një problemi pra. Po kjo është një problemi pra. Këto se bëjnë pra. Këto tani, Florbine, çfarë thot Florbine? Po të lexosh psikologjinë e Florbine, ai thot, nuk dalë me Sali Berisha, nuk dalë me partinë, se do t'i largoj gjërat, se e di që kanë probleme, nuk i du, nuk i pëlqen qytetarët pjesa gri, ata që nuk janë militantë për sësi, nuk i merr kur votat. Është atje, një pjesë zgënjur edhe mund ta marrësh, kupton? Pa diskutim. Po pjesa gri, pjesa tjetër që nuk të refuzon, nuk det votoj, po ti mos mendoj që i ketë gjithë votat e militantëve, nuk të vinë dot ashtu. Ky është problemi. Pra do të ngjizen disa gjëra. Si puna e rastit që kur zoti avion, do të përplotëson gjithë disa kushte që ndodhin. Do të krahasosh pa kandidaturat të shkurt? Tani, si ka vetur një figurë e pa konsumuar gjithmonë më mirë se sa një figurë konsumuar, që t'jemi qartë. Kaq mjafton për mua. Mos merr me gjë tjetër. Mos merr me gjë tjetër. Por ama, figura që është e Partisë Socialiste ka mekanizmin tjetër mbrapa. Ne kur vjen shkumini që themi ky që ka rezenën, ne edhe unë shkuminë ne kur vjen merr përpara. Ne jemi kthyer në prua. Ato janë lum. Pse ajo lum s'dum ne. Të myt, merr gjërat e bën dëme. Vën me pa drejt. Po kjo ka prapë. Do duhet pa edhe një herë më dëgjoj. Vetë kundërshton. Ne jo nuk vetë kundërshtojmë, po më kuptoj logjikën. Ne do të bëhemi dhe ne lum. Si bëhemi lum ne? Duke bashkuar të gjitha. Si bashkohet një gjë? Duke pas bledin krye. Duke pas juën krye, duke pas tjetër në figure të mira, të ëmbël, të buzëqeshë, besueshmëri të jap besimin. Pala kundërshtare i ka këto? Jo, i ka këto si them. Pala kundërshtare fatkeqësisht për ne bën më shumë propagandë, në mënyrë më të kamufluar, gjej mekanizme të ndryshme që bën rotacione, lëvizje, çdo gjë. Ne vazhdojmë aty. Ai zë ka rri ty më. Po ti nuk kam më gjë se vazhdojnë më thonë unë e marr si simbol Flemonokën. E marr si simbol, si simbol, se në fund edhe ti takon të jetë pjesë, të ketë një funksion partisë politike. Pa diskutim. S'jam i çmendur të them që si takoni ti diçka. Po nuk mund të jesh dot numri 2 s'pa me zë kështu. Kryetari im, edhe Blendi, po themi, jo çoftë Blendi imi, i kam 20 vjet. Bash ka tropoja, tjetri ka kruma. Pa drejje e mori tash. Po hape çikte. Hedhi sy te Gadursi. Hedhi sy nga Elbasani, hedhi sy nga Vlora. Tash s'ka më. Po s'ka pra. Po pse ka probleme vetëm dy. Pra kjo është problem, mentalitet si të sundon, që të kenë besimin njerëzit që kanë frikë të hapën, kanë frikë sepse ma merr pushtetin, më merr partinë. Po kjo është e tmerrshme. Bled, e shuan dot pasionin e dashit? Jo, ti bërë një pyetje që ishte, a mund bëni një krahasim mes kandidaturat? Po, kandidaturat, po. Zoti Sula nuk pati asnjë kritikë për organizmin. Ja thash konsumuar, marrë kaq nuk kam nevojë më shumë. Është e konsumuar, mjaft. Ma këtë kaq e mbrëdha unë, si hyj do të ndis fare më. E konsumuar në politikë. Gjithçka më gjithçka po deshit, gjithçka. Mjafton kaq ta, se edhe po ti. Se mund konsumosh nga lodhja, mund konsumosh. Po jam do parasamol, nuk po them që do parasamol e burr. Po kur konsumosh nga korrupsioni, kjo është problem. Kjo është alternativa, kjo është diferenca, kjo është mënyra si operon krahu tjetër. Që kur për Florbinën mirë, dashi s'ka frikë ta thos. Po jo, më s'po them atë on tani më ti fare. Po prapa un po e përmbledh prap. Figurë e konsumuar në gjithë kuptimet. Ka mjafton. Unë s'e mendeni se ngjo. Vetëm kaq, më kuptoi një tjetër. Unë kam qenë njëri i cili vi nga sistemi i drejtësisë. Edhe në politikë kur s'kam detyruar gishtin, se kam edukat, nuk kam edukat, di pse? Se kam frikë gjën të them gjëra që nuk takojnë. Edhe nuk prek as familjen tjetër. Në momentin çastin që njëri vërtetoi dhe mbledh prova për këtë, them ti hajdut. Po zë kur të them tjetër hajdut, ty që shkojnë ta gjëra. Do thonë hajdut njëri tjetrin në puthën pastaj. Edhe këtë bëni çim biznes bash. Si drejtësisë i prezumon pa fajshëm deri atëherë, po. Zonja, me që është prokuror zoti Sula, nuk flet dot pa prova. Minimalisht duhet ta di nga informacionet që ka që shumë tendera të kohës së zonjas Manastiriu në Ministrinë e Shëndetësisë janë në hetim, përveç dhe koncesionet që ai ka firmuar për vazhdimin e tij. E din qytetarët shumë mirë. Ta vlerësojnë. Po një sekondë pse ta vlerësojnë shumë mirë bëhet. Am the për provën. Am the për faktet. Unë po flas me faktet, se jam gazetar. Po. Edhe jo, Bledi po tip se artikulon. Ja, ka një gjë. Provë që e dinë qytetarët e kanë parë. Pra, problemi është këtu. Zoti Sula më thotë që ajo prezumohet të pafajshme derisa shpallet jo. Ka drejt në vet. Unë mendoj që zonja me hetimet që ka bërë që po bën spaku, tregojnë që këtu për shkak janë bërë tendera të fshehtë edhe për blerë dorashka, që nuk
që janë të pakonceptueshme. Në kohën e pandemisë. Pikërisht pra, këtu janë vlerë respirator dhe shumë njerëz humbën jetën fatkeqësisht për shkak se këtu bën tendera të jashtëligjshme dhe kishim mungesë respiratorësh. Pra kjo ka drejtuar Ministrinë e Shëndetësisë por një kohë shumë të gjatë, jo shumë të vogël. Dhe unë mendoj që mënyra se si e menaxhoi zonja pandeminë ka qenë një mënyrë kriminale dhe pasojë një jetë njerëzish. Nëse do të kishim drejtësi pavarur, kjo gjë do duhet të tojë dhe të përmbyllej. Kalojmë ke arsimi. E menaxhoi 4 vite arsimin, që është një nga handikapet dhe një nga dramat më të mëdha që ka vendi ynë, dhe që po e deformon dhe atë pak rini e shoqëri që ne kemi. Mënyra se si arsimojnë njerëzit. A i dini që kjo zonja e mori Shqipërinë nga vendet më të larta të rejtimit të Pizas në rajon, sot jemi në vend, sot ne jemi jo rënje. Rënje është një gjë dhe ti je në vendin e fundit në rajon, pra ne jemi më keq se Kosova, jemi më keq se Maqedonia e Veriut, jemi më keq se Malizi, madje jemi më keq edhe se Bosnjë që sot gjithë vite nuk është shtet. Po dash do të është makineri votash. Partia Socialiste. Një sekond, pra tani ne ka partinë pra? Ka makineri? Ne jemi duke shkuar ke zgjedhje. Ne kemi piloti, pas kemi makinën. Ne jemi duke shkuar përballë qytetarëve. Çfarë janë zgjedhjet? Zgjedhjet ose janë kështu valanga, pra si thon Ortek, i paarsyeshëm votash dhe s'ka rëndësi se çan nxjerrin më tani. Ose në demokraci zakonisht janë për zgjedhje sa që thashë me drejt, që po të ketë sa kandidatura të mira, normalisht qytetarët votojnë. Pra si ka mundësi që kur vjet puna ke Ogerta Marasteliu, edhe pse trashtohet një seri dështimesh dhe hetimesh që i bën kolegët Zoti Sula, kjo s'pas ka vlerë fare sepse ajo është jo s'ka vlerë. Dhe kur nxjerrin kandidat pavarur, kjo që nga e parëndësishme sepse ajo ka makineri votash. Pra ose do pranojmë që këtu nuk ka logjik demokratike dhe vota nuk funksionon dhe për zgjedhje për kandidat nuk funksionon, ose do pranojmë atë që thot Dashi, pastaj që thjesht është rëndësishme të jetë makineri votash dhe këtu s'ka rëndësi dhe pranojmë edhe faktin që këtu s'pas ka faj, po doja s'ka përzgjedh. Jo, s'pas ka problemi sa ja çon fare s'ka faj. Kamë ka faj, po ne këtu kemi një prua psiqik. Jo. Nuk edhe kanë atje. Jo, nuk ka popull psiqik. Dhe Partia Demokratike. Jo. Çdo që të vërë nga Jo. Njësoj do humbasi. Jo. Do jemi koherent me analizën ose lëm fare mos e bëjmë analizën? Jo. Të rrihet dhe pastaj si shtohet. Por të arritur në Elbasan në kamp do i dite. Por të arritur me makinë do gjysore, qerekore. Dakor? Donte tani s'do. Mi pa qerekore 10 minuta. Një 2 orë se bradashesh. Ne jemi një makineri që kemi ngel edhe pa goma. Ne kemi ngel tani, ne ka thënë në gomat, gjithçka kemi ngel si karakatin aty. Kjo është opozita sot të Partisë Demokratike. Tani ke pilotin, s'ke makinën. Do të kesh dhe pilotin dhe makinën që ti të konkurrosh me kundërshtarin. Kundërshtari e ka pilotin jo të mirë, por ka makinerinë e mirë dhe prap duke ecë se ti s'ke makinë fare, ecë më shumë se ty, prap fiton. Pavarësisht do të fitoj. Tani prisni ju ndonjë gjë në fund muajit nga gjykata kushtetuese, ndonjë ndryshim të planeve të Partisë Socialiste për shkarkimin e Erion Veliajt, se nuk kemi datë për zgjedhjet, se Dashi nuk i do këto teknikalitete. Jo se ashtu, po do bën zgjedhjet. Nuk e bën me 9, do bëmi datë tjetër. Ose edhe mund mos bën fare. Ose mund mos bën edhe fare, mund mos bën edhe fare. Por ama, po mos u bën fare pastaj është faji opozitës. Është e rëndësishme dhe vendimtari. Po nuk u bën fare. Motor. Po nuk u bën fare, janë faji i opozitës. Që bëri 47 protesta për larguar Erion Velin me të drejtë, me gjithë gjërat tash, dhe i bëhet pjesë e mbrojtje Erion Velis. Kjo të lushmeq. Edhe këtu faji i opozitës është? Po se kuptoj për ata tash, këto o kanë një marrëveshje okulte që nuk e dim ne. Nuk tani, duke që edhe ta shkarkosh, bashkosh votat ke Këshilli Bashkiak. Le të thosh pastaj që, ore, tani po bën gabim ti, president, po bën gabim ti gjykata tash. Kjo di çdo më thonë tani. Kjo është kuj. Po mos më shoh me votat ti. Se procedura është para. U bë procedura, mos bashkoje votat ti nuk shkoj Erion Veliaj. Mos tash thotë, pse ju nxjerrin dekret se i shkelin drejtat e Erion Velis. Nuk kuptoj. Jemi shpjegimin. Me shpjegimin. Do të shpjegimin të blet? Shpjegimi është aty, kush do ta shikojë, sigurisht. Shpjegimi është që vërtet është ajo që thotë Dashin perceptim që po doja edhe bëri protest, edhe nuk do protest. Para punës Partia Demokratike bëri protest për shkarkimin e Erion Veliaj sepse për Partinë Demokratike Erion Veliaj po shumë mirë bëri. Po i takonte. Është hajdut. Koha i dha të drejtë Partisë Demokratike dhe 46 protestave. Sepse vërteta është edhe me atë spakun e kapur që unë quaj herë mas herë,
Pra edhe pse këta i kontrollojnë gjithë, prap i zuri harami vet. Erion Velie në këtë rast. Po ti thua që Partia Demokratike tani ka kritikuar pjesën antiligjore që është ndjekur. Po fal, nëse diçka është antiligjore. Po pse votoi antiligjore? Po pse votoi? Po ti isha antiligjore mos e votonte. Am kupton. Se shkarkimi i Erion Velis ka ardhur nga Këshilli Bashkiak ku po shkoi votat PS-së dhe PD-n. Për shkak 62.c. Do flasësh Do flasësh de jure. Jo, de facto dhe de jure. De facto dhe de jure. Mendoj që ka drejt. Është për te kësaj. Jo, edhe si politikan si jurist. Mendoj që nisi dhe përfundoi puna te Këshilli Bashkiak. Aty nisi, indicia aty është. Çau votu ke para Këshillit Bashkiak. Po pra, që shkarkoi Erion Velia. Po ç'e votua? Propozimi. Po kush propozimi i Kush e bën propozimin? Këshilltarët e PS-s. A kishin bërë propozimin Partia Demokratike? Pra, jo, ndoshta zoti Sula mendon që nuk fshihet kryeministri pas kësaj. Jo, ndoshta. Po dëgjoj. Tani unë nuk jam i çmendur të them që nuk ka dorë kryeministri. Nuk jam i çmendur. Por rruga ligjore është kjo. Pra është blet kokat ju dhe unë që mund të jemi ata Këshilli Bashkiak, se mund ta votoj kundra. Nuk e miratoja, nuk votoja. Nuk pyesja unë për atë. Pse bashkohu vote si po mos bashkohu vote pse nuk shkoj Erdia. O dash, unë e kuptoj që ti e shikon Partinë Demokratike. Po jo, mos e shikoj në shumë. Çoj deri në fund, mirë bore. Vazhdoj deri në fund. Garanti kushtetutës nuk është opozita. Opozita është një informacion politik e cila bën aksionet e veta politike dhe është drejtësia dhe shteti i cila i përgjigjet. Çka ka ndodhur me e para punës? Ai ishte Partia Demokratike që kërkoi Erion Velien të arrestohet? U arrestuar Erion Velie. Partia Demokratike me njëherë pas arrestimit të Erion Velie bëri kërkesë për shkarkimin e tij nga Këshilli Bashkiak. Kërkesë e cila u refuzua dhe Partia Demokratike e mbajti kërkesën aty, e kishte kërkesën aty për shkarkimin e Erion Velie. Erdhi momenti që gjërat u prishën brenda Velie dhe Ramës. Dhe zoti Rama vendosi ta shkarkonte Erion Velie. Partia Demokratike në këtë rast çfarë do të bënte në këtë pikë? Do thoshte jo, pse tani do ta shkarkojë Erion Velin e Rama, ne nuk duam ta shkarkojmë. Po ishin para zgjedhjeve më të mëdha. Luante ndryshe. Jo, si. Çdo forcë politike bën kalkulimin politik, ë? Pikërisht ndryshe. Si ndryshe? Po ndryshe kush është ndryshe? Do mos ishte sinkronizuar me vendimarrjen e Ramës në atë moment. Në atë moment. Dhe po kur ta bënte? Për qenë edhe një herë. Po a nuk do thoje ti dhe dash pastaj që ja Partia Demokratike u bë alat me Erion Velie? A nuk do të thonë ti që i tradhtoi kauzat për shkarkimin e Erion Velie? Ja, po e thot zoti Dash, edhe pse Partia Demokratike e bëri. Partia Demokratike i qëndroi parimeve deri në fund. Kërkoi shkarkimin e Erion Velie dhe votoi shkarkimin e Erion Velie, propozimin për shkarkim. Te tri deri këtu. Ta lënë gjysmë rrugës. Sepse e vërteta është që detyrimin për ta dëgjuar Erion Velien para se ta shkarkonte nuk e kishte Këshilli Bashkiak, edhe pse Partia Demokratike e kërkoi si nevojë edhe për që mos krijoheni të tilla precedent. Po ishin ata që e drejtojnë, e kontrollojnë sistemin, në këtë rast zoti Rama, që i shkelin të gjitha procedurat që parashikonte ligji edhe për votimin në Këshillin Bashkiak, edhe për votimin që bën në Këshillin e Ministrave, ku ishte në fakt institucioni ku duhet dëgjohej zoti Velie. Këto nuk i refuzoi opozita, refuzoi zoti Rama. Pra, në hilet e zotit Rama, mos i kërkoni opozita me zore dhe atëherë kur s'janë, sepse kjo pastaj është cinizëm i panevojshëm. Ne po flasim për një proces i cili është kontaminuar me vendimin e vullnetit zotit Rama. Partia Demokratike nuk e kontrollon gjykatën kushtetuese. Nuk ka antar në gjykatën kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese tha që si dekreti i presidentit, edhe vendimi i Këshillit të Ministrave me shumë gjas, janë të jashtëligjshëm. Tani kush të fajë opozitës këtu? Se Edi Rama vendos të shkel ligjin, se dekreti i presidentit është i paligjshëm, është antikushtetues. Po e thot me opozita. Po e thot gjykata kushtetuese dhe kjo që thot gjykata kushtetuese është një këmban alarmi gjithë duhet ta dëgjojmë që ne këtu kemi një president i cili shkel kushtetutën dhe kemi një këshill ministrash bashkë me një kryeministër që shkelin ligjin. Edhe pse vetëm para 5 vitesh është vendosur precedenti që ti nuk mund ta shkarkosh një kryetar bashkie para se më përpara se sa ta dëgjosh, pak të ta dëgjosh. Qoftë edhe për inerci ta dëgjosh, e pastaj ti merr vendimin dhe e kemi precedent për shkak si në Tropoj. Po jo më lejes edhe në mas sigurie edhe nuk u shkarkua. Nuk po i futen fare sa. Po është rasti i parë, jo, është rasti i parë. Po rrim ke ky standard. Tash në këtë që thash, ma gjej pa kush faji opozitës. Por faji opozitës është mbrapa më burrë. Ai e shkel kushtetutën. Po jo. Opozita ka faj pse thotë që ai e shkel kushtetutën, asaj s'do ta thotë opozita se ai ka jo. Mendoj që kjo është e parë. Opozita arriti deri këtu që të shkarkoj, po mos bën zgjedhje se ka frikë nga zgjedhjet. Ky është problemi që më trem mua. Ky më shqetëson.
Ju më shqetëson. Atëherë opozita me qira fjala është angazhuar në zgjedhje dhe opozita e pretendon se drama. Do të shkele kushtetutën, shkele ti, unë nuk e ndaloj dot, unë s'jam garant kushtetute. Do zgjedhje ti. Hajde zgjedhje, bujrum. Po bujrum. Ne deri tash çfarë ishin duke folur? Ai nuk e folur që opozita ka një kandidat pavarur që e mbështet aty. Por opozita nuk do zgjedhë, që vjen keq, pse thot kot ti? Kjo është interpretatë. Po jo. Unë se di më. Po se s'ka kandidat, nuk do zgjedhë, s'më pjesë zgjedhë opozita, pse fut kot tani? Kjo është një lëvizje politike. Jo, fare. Fare, kjo është për të rrit statukohon e frikës që ka Berisha me njerëz të vet. Kjo është analiza jote. Jo, jo, s'është ime fare më aty. Është i pa imagjinuar që një forcë politike. Është forcë politike, e parë dhe mos ke kandidat, është tmerrësisht shmenduri. Mundohet me një bashki. Okej. Mund të jetë strategji. Mund të jetë strategjia për Tiranën. Okej, e marr vesh për Tiranën. Po jo në 5 bashki tjera. Jam shumë dakord. Mund të ishte kjo që thua ti. Unë shikoj anën tjetër. Shefti. Mirë, vazhdo pra atëherë. Fitojnë ato, ne rri. Ne justifikohemi, vazhdojmë. Rrujnë e legë aty, sa johën aty, marrë që rrogat, bërë që luk, bërë që biznes, e në mirë. Po rrujnë e legë, të kështu bje. Unë se di se partija është e jote. Jo, se di ti, ja për të më pra. Dëgjo, unë nuk e kuptoj që ti është opozit, edhe ti jetosh luks, makinat bukra, bëj fushime tjera, bide gjërat. Në opozit hadhe, ju popullor, hadhe. Në kuptimin e mirë të fjalës, hadhe, që do të thotë që ti lufton, po jo ti qofsh jetë më të mirë, Kjo si analizë nuk. Po më ngjomë të marrë oblet, pse atëherë ti mos thuj për këtë regjim. Kur je në regjim, 24 orë do të hash dhe me popullin, me qytetarët, me njerëzit, dërmosh. Po mi pra, mos i pra pushime të bukura Karaibe, siç ikin ke njerëz kanë. Ti ikin Karaibe ti? Kthena pushimit Edi Rama shumë thotë. Po pse kjo logjika? Gjyqi komunist. Po lene more. Nuk i bëj dot, me thënë drejtë. Lene more. Po unë s'ja bëj dot gjyqi komunist. Jo, nuk bëj gjyqi komunist. Jo. Mua më intereson çan nxjerrim nga. Jo, ubledom vjen keq. Ublet. Pa ke gabim më burrë. Pa ke gabim shumë. Deri në momentin një politikan i opozitës që s'man lidhje të përditshme, të përjashtme, për mushë, të përditshme me elektoratin, me njerëz të strukturave, për ditë komunikojt, punojt, luftojt, bëj takime. Ke nga 11 maj, s'ke një takim, tek takime një. Të një figurë me një figurë. Përveç Ervin Saliani që bërë 2 takime. Ka që ka po opozita. Për 6 muaj sa bie 7 muaj. As i takim. Ka frikë dhe në bazë. Ka frikë takoj njerëzit. Se nuk i duni për zëjnë. I kërkojnë llogari. Kanik. Unë tash do me rrejt. Hajde të rrejt tani. Mësoj më pse s'vet aty. Thuj pse s'nxjerr njerëz në protestë. Pse s'nxjerr njerëz në protestë? Ne kemi marrë 500.000 vota me paq. Sa kemi 600? Po 100.000 bin në shesh. I darmon 100.000. S'ka njeri. Se është gënjur gjithë. I rrejtën, da rrëzojmë, da marrojmë, da krymë. Tani, kanë pushimet, hamë çik, bëjmë çik nximin diell, bëjmë çik klash, vejmë tani, hamë gjelën e detit, iku në ky vit. Po kjo është e vërtetë, po bëjnë rrejt njerëz në demokratë, më të rrejmë. Po që turpshme, unë nuk e pranoj për vete që me gjakun e demokratëve e me djesën e demokratëve të ushqem. Unë ta mbylli Bledi për balancë. Kjo s'ka problem. Bled, një Partia dashit është punë fare, mos e vrit unë. Mirë. Këtu ke drejt. Ne këtë më mbyll fjalë gojën, është që tregoj do llogaritë. Drejt apo ke planet të tjerë? Jo. Ka të drejtë në kuptimin më mbyll gojën se partia jote është. Kështu se partia jote është. Në këtë aspekt si kërkoj ti llogarinë dot. Se kërkoj ti dot llogarinë. Jo, se kërkoj ti dot llogarinë. Por ama unë, dëgjoj, mua më kënaq vetëm gjë. Gjatë koka. Edhe se shumë gazetarë tjerë, që janë vërtet, pa diskutim. Edhe kjo mua pëlqen. Po të paktën kur ti jetë në vende tjera, ti që thot këtu kështu, zota thotë të llojtor, ti thotë edhe ti. Por zoti, edhe ti. Po ai ka drejtë si më. X y Y-it, ë? Po ika. Vetëm ty. Ika. Të trisht. Ik. Po s'ka fytyrë ata miku im. S'ka mos ma vjen përballë. Po sa vjen më? Ç'të të thotë ty ai? Jo, po jo, po nuk ta vëj se s'ka nuk ka fytyrë të vinë para teje valla. Po s'vin dot, se s'bava që dot. O mik. Zonja më ka lemruar me dyshoni po. Po bledi tjetër, s'ka më frikë, po zero më. A kem Sali Berisha më bjerë dera më bjerë më dha përballë, s'ka frikun. Ato do të bëjnë panelin, duam pyetjet, si di thush, mos pyet për këtë, bëj këtë, s'ka bë kur politikun këtë. S'ka bë kur më. Të re nga jeta jote politike në prapa skem. Tani thjesht prerë qartë. Po. Unë nuk i nga politika. Jo nga politika. Më gjatë tash. Më gjatë çik, se edhe Mram ku ishte ke Jo, dakord, po them. Ja pra po ta them. Po tani, dëgjoj, nuk jam gjë, unë nuk jam njeri, dëgjoj, unë jam njeri, ore, shu e kam natyrën, pasër, në shkuptim.
Është si puna saj. Po dosje. Po jo për gjë për gjë. Po gjë. Po më gjë. Do është se ka kartën. Po gjë, unë jam po pedoja. Jo më ka pedoja. Dej tani. Tani, mua ka mbyll derën. Është si puna se burr me zor, gru me zor nuk mahet. Tani Unë i thoja, o bab, du të jem me ty bab, se libritës. Du të rri me ty, o bab, mos përzim. Po me ty, do luftoj për ty, besi për ty, luftoj me ty, të marr votat, di mandat. Ja baba, mbyll derën. Dhe për jashtë. Tra ki këtë derës të hap. Që do të bëj unë? Të rri aty, si qenë mas derës. S'po ta bëj atë. Kurse do shtëpia, po themi aty që baba shtëpis, sa ai po, mirë keq ai është. Atëherë unë do ikë, do ndërtoj shtëpi tjetër. Apo ja. Do ndërtoj shtëpi tjetër. Po mirë, do ndërtoj shtëpi, do ndërtoj familje tjetër, do bëj gjë tjetër. Do bëj. Se unë nuk mund të ma presi dot. Dgjoj. Parti tënde apo do shkosh? Po nuk e di akoma, s'di asgjë akoma. Sepse edhe unë kam sugjerimin e miq, nga njerëz të gjërat. Do shikoj, por unë kam edhe gjë tjetër. Që sot bësh një parti, do dhe shumë fuqi, edhe financiare, shumë gjëra tjera. Që të jemi të qartë, do të më kuptu tash, se jemi tash, unë kam shehur problemin e ndeshmërisë për vete. Tash, unë dalë tash as ti lyp, as ti them gjëra, ose që nesër ta kem gojën mbyll. Se të ka gjë të bukur. Të vetë e kam thonë. Po vetëm shkurt se jemi në fund. Kur bëra hetimin atëherë për punën kontra Madës naftë, po keq fare, dorë, ishte kohë tonë, ishte shit më shumë naftë, më pak makina, në kohën tani mrapa, më shumë makina, më pak naftë, zgjoganimi gjitha gjërat. Edhe fola. Tani si janë ato mbrana partisë tonë, ato figura që marrin lekë ty gjoba, jo gjoba, por që marrin lekë që marrin naftë, mos ka marr kurrë. Në një dalë një biznesmen që ka thënë lidhë naftë gjë. Edhe jo, ç'ke e burrë lënë ti kishë gjallë, thashë, po pse s'veti? Po nuk flas sa dot sepse xhaja im ka pi gjak me filanin, ishte të naftës. Ai thashë xhaja ka pi gjak, thashë, po ti ke pi naftë thash? E mos ka pi naftë thashë, kështu që do flas. S'mbështeti partia. S'mbështeti. Është i justifikuar dashi vlet? Patjetër, unë mendoj që e kam thënë shpesh herë dhe pse kam problem të them, mendoj që mungesa e zotit Sula në lista dhe mungesa shumë figura të tjera në lista ka qenë i pajustifikuar. Pra do të ishte gjetur në çdo mënyrë mekanizmi i përfshirjes së tyre sepse Partia Demokratike nuk mund të lejojë vetes askënd të largohet përveç se nevojën që ka për të identifikuar dhe për të tërhequr sa më shumë. Dhe vetëm gjë që unë, si më thënë, mund të jem pak kritik, dhe ja them shpesh herë zotit Sula, është që politika nuk është se zbën mandati i deputetit. Qasja me partinë nuk është se zbën. Jo, edhe unë se mendoj ashtu. Pikërisht për edhe unë se mendoj, edhe unë vetë se mendoj ashtu. Unë vetë, unë mendoj që qasja me sidomos me opozitën është morale, është çështje misionare. Pra, o e beson ose beson. Unë nuk besoj që zoti Sula nuk e beson. Po mendoj që ardhur kohës do duhet vjerë në një moment nevoja që gjithë, si më thon, frustracioni me të drejtë i krijuar tek zoti Sula dhe shumë njerëz të Partisë Demokratike, por ndoshta edhe për padrejtësitë që janë bërë. Sepse sigurisht që zoti Sula shpunë energjive të veta dhe mendojnë që duke qenë aty mund të japë më shumë më së pari për komunitetin që për rezultatet më bukur se them. Jam shumë dakord dhe pse jo edhe për partinë, sepse partia ka nevojë për gjithë. Prandaj unë mendoj që në një moment vështirë, qoftë edhe orientimi, edhe logjikimi që ka Partia Demokratike, etj. Fakt njerëzit e shtëpisë, me që e përmendi zoti Sula aty, do të jenë aty për të kontribuar që shtëpia të forcohet, se gjë më e thjeshtë kur një shtëpi po bie është i fusë shkelmin, ta rrezosh atë. Më mbyll dera. Më mbyll dera. Flor Bina i mbështet dhe si kandidaturë. Mbyll dera. E kuptuam dhe këtë. Unë ju falenderoj shumë që kënaqësi sinqerisht. Të nderuar miq, ne do të rishihemi sërish së bashku për sonte natën e mirë.